Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim Azgan Mërnicën, të akuzuarin për vrasjen e efektivit Novruz Senaliaj në një ngjarje të rëndë që tronjti opinionin publik në maj të vitit 2024. Sipas akuzës, Mërnica do të përballet në gjykat me një ser veprash penale përfshirë vrasje të punonjësve të policisë, mbajtje dhe prodhim të armëve dhe municioneve dhe drejtim mjeti në mënyrë të parregullt. Ngjarja tragjike ndodhi në 13 maj 2024, kur efektivi i forcave shqiponja Novruz Senaliaj, i veshur me uniformë zyrtare, ndaloi Azgan Mërnicën pas një manovre të rrezikshme që ky i fundit kishte kryer me automjetin e tij, duke hyrë në kthesë me shpejtësi dhe duke rrezikuar jetën e qytetarëve të tjerë. Viktima i tërhoqi vëmendjen të pandehurit për mënyrën e pakujdesshme të drejtimit të mjetit, çka solli një përplasje verbale mes tyre. Sipas prokurorisë, konflikti eskaloi kur Mërnica ndaloi automjetin, zbriti me një çantë ku mbante armën e zjarrit dhe u afrua efektivit të policisë. Pa paralajmërim, ai qelloi drejt fytyrës së Senaliajt, duke e lënë të vdekur në vend. Akti brutal tronditi komunitetin, ndërsa organet e rendit ndërmorën me njëherë operacionin për kapjen e autorit, i cili u arrestua pak orë më vonë. Prokuroria e Fierit ka ngritur një dosje të plot provash ndaj të pandehurit, përfshirë dëshmi të dëshmitarëve okular, analiza balistike dhe prova të mbledhura në vendngjarje. Procesi gjyqësor pritet të jetë kompleks, ndërsa familja e viktimës dhe opinioni publik kërkojnë drejtësi për humbjen e efektivit të policisë që ra në krye të detyrës. Ngjarja ka ngritur përkthyer të mëdha për sigurinë e punonjësve të rendit dhe ka rindisur debatin mbi nevojën për masa më të forta në mbrojtjen e efektiveve të policisë gjatë përmbushjes së detyrave të tyre. Organi i akuzës kërkon dënim maksimal për Mërnicën, duke e cilësuar veprimin e tij si një akt të qëllimshëm dhe të pamëshirshëm.